Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Kalimi mbi urën e siratit padyshim që është i rëndë, është i vështirë. Mirë po ajo që e bën më të vështirë kalimin mbi urën e siratit është errësira që njeriu e përjeton. Ura e siratit është e errët. Errësirë që njeriu nuk ka pa asnjëherë në jetën e tij. Sytë e tij nuk kanë pa errësirë të tillë. S'ka dyshim se kjo errësirë e pengon kalimin dhe e pengon vetë kalusin ose kalimtarin që të ecë nëpër rrugë edhe të arrijë qëllimin e tij që ta kalojë siratin edhe pastaj të hyjë në xhenetin e Allahut azza xal. Ajo që e shpëton që të kalojë sa më lehtë, që ai të ketë dritë, a ditë ku nuk ka dritë, do janë vetëm se veprat e tij. Shtoja këtë se poshtë është xhenemi. Xhenemi s'ka dyshim se në dunjë zjarri është i kuq, mirë po në ahiret është i zi. Nuk ka diçka që ndriçon ose që bën dritë nga zjarri i xhenemit. Pejgamberi si që transmeton Ebu Hurajra tha: "A mendoni ju që zjarri i xhenemit është sikur se zjarri juaj?" Tha pejgamberi pastaj, tha që zjarri i xhenemit është vetëm se një pjesë ose errësira e zjarrit të xhenemit është më e errët se sa katroni. Besoj që gjithë e dini se çka do thotë katron. Ajo që shtrohet do thotë për rrugë kur e ndreqin do thotë rrugën, sa e zezë që është. Po xhenemi ose zjarri i xhenemit në ahiret është do thotë edhe më i zi. Dhe tha pejgamberi realisht ajo është vetëm si një pjesë nga 60 e ca pjesëve zjarrit. Do thotë zjarri i dunjos është vetëm si një pjesë nga 60 e ca pjesë që i ka zjarri i xhenemit. Do thotë fuqia e zjarrit që është në xhenem. Pejgamberi tha që kur u krijua xhenemi, Allah azza wa jall dha urdhër që dhezet xhenemi për 1000 vite udhës derisa u skuq. Pastaj edhe 1000 vite tjera udhës derisa u bë i bardhë. Edhe 1000 vite tjera udhës derisa u bë i zi, e zjarri i xhenemit është i errët, i zi. Thobani radiallahu anhu tregon për pejgamberin. Një ditë prej ditëve tha isha te ai. Edhe erdhi një hebrej, e realisht ishte rabin. Ta pyesi diçka pejgamberin. Kishte dëgjuar që ka një njeri i cili pretendonte që është pejgamber, edhe dëshironte më vërtetu se me të vërtet ky person është pejgamber apo jo. I kishte pas përgatitur disa pyetje që rrallë kush i dinte ato. Me sa duket ka pas njohuri nga librat e vjetër, edhe erdhi ta pyese pejgamberin Allah ta shohë se me të vërtet ai di këto pyetje apo jo. Kur erdhi i tha Esselamu alejk ja Muhammed. Esselamu alejk o Muhammed. Thobani u zemru edhe e shtyri derisa gati nuk e rrezoi. Edhe i tha pse më shtyre? I tha kush je ti me thirr me emër o Muhammed. Po i tha familja e tij e kanë emërtuar me këtë emër. Pejgamberi tha po familja ime më kanë emërtuar me këtë emër. E i tha kam ardhur diçka që të pyes. Pejgamberi i tha po mirë. Përgjigjet e mia bëjnë diçka dobi. Hebreu tha dëgjoj me veshët e mia. Pejgamberi me kishte një shkop me vete, edhe që kishte tokën let, edhe i tha ti pyet. I tha hebreu, i tha ku do që njerëzit ditën, ku do që tërsohen toka dhe qielli, ditën e kiametit. Pejgamberi Allahut azza wa jall tha do të jetë në errësirë mbi urën e siratit. Hebreu pastaj i tha kush do të jetë i pari i cili do ta kalojë urën e siratit. Pejgamberi Allahut i tha do të jenë fukarinj, mirë po prej muhaxhirëve. Ata që kanë emigru për Medinë. E pyeti pastaj i tha hebreu, tha mirë, kur do të hyjnë në xhennet, me çka do të gostiten banorët e xhennetit. Pejgamberi Allahut azza wa jall i tha shtesën e mëlçisë balenës. Kjo është ushqimi më i mirë. Ata do e shijojnë ose këtë do e shijojnë banorët e xhennetit. Kur do të hyjnë në xhennetin e Allahut. E pastaj hebreu tha mirë, me çka do gostiten për drek ata? Pejgamberi Allahut i tha për ta do therrët kau i xhenetit. Kau bik i xhenetit i cili ashtu ushqy
me degët e pemëve të xhennetit. Pastaj i tha me çka do të pinë ose çka do të pinë banorët e xhennetit. Pejgamberi Allahut ju tha që do të pinë nga një burim i quajtur selsebil. Tha e thave të vërtetën. Ta po të pyes edhe një. Nëse e di këtë tha ti e pejgamber. Për shkak se nuk ka njeri në dunjë që e di përveç se pejgamberi Allahut. Dhe po është një apo dy persona. E i tha pejgamberi tha a bën dobi kjo? Nëse unë përgjigjem, tha vesh të mi tha dëgjojnë. E pyeti i tha çfarë mendon, çfarë thua ti për fëmin? Pejgamberi Allahut azza wa jall tha sperma e burrit është e bardhë. Lëngu i femrës është i verdhë. Kur ata dy bashkohen, nëse sperma e burrit e mund lëngun e verdhë gruas, atëre fëmia lind mashkull me lenë Allahut. Nëse e mund lëngu i verdhë i gruas spermën e burrit, atëre fëmia lind femër me lenë e Allahut. Tha e thave të vërtetën ti je pejgamberi i Allahut azza wa jall. Edhe pejgamberi sa pastaj shkoi. Pejgamberi sa më tha, ky më pyeti disa pyetje të cilat nuk kam pas njohuri për to më herët. Po Allahu azza wa jall, Allahu më furnizoi me dije që di si ti përgjigjem dhe ta kuptoj atë që ai e dëshironte ose atë që e kërkonte. Këto ishin pyetjet që ky hebrej i parashtroi pejgamberit sa. Gjitha këto pyetje s'ka dyshim që e vërtetojnë realisht se pejgamberi Allahut ka qenë pejgamber. Mirë po neve që na intereson është kështu se njerëzit do të qenë mbi urën e siratit dhe ura e siratit është e errët, është e zezë. A ditë ku qetërsohet toka dhe qielli, banorët e xhennetit do kalojnë nëpër urën e siratit. Besimtar, jo besimtar do bien para se shtrohet ura e siratit. Kurse kur shtrohet ura e siratit, besimtar do kalojnë. Me ta do qenë edhe hipokritët, munafikët. Mirë po, ata do bien, ata do mendojnë se ka mundësi që ta mashtrojnë Allahun. Por realisht për ta do qetë një lloj mashtrimi që të ecin deri dikundje edhe pastaj të bien në zjarmin e xhenimit. Allahu kur e përshkruaj këtë realitet, në Kur'an e përshkruaj qartë se si realisht do të qetë kjo gjendje. Allahu azza wa jall tha: "Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha dhalika huwa al-fawz al-azim." Tha ditën e kiametit besimtarë dhe besimtare, të cilët do të ecin, do të shkëlqejnë me dritë përpara dhe në të gjathtën e tyre. Lajmi i mirë për juve, për gëzim, për ju ka xhennet, që poshtë tyre do të rredhin lumet ku do qeni përgjithmonë, edhe me të vërtetë kjo është fitoria më e madhe. Pastaj Allahu azza wa jall tha: "Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqat." A ditë ku hipokritët dhe hipokritët kanë për mjë drejtu besimtarëve dhe do t'i thonë a ditë: "Lilladhina amanu unduruna nakhthabis min nurikum." Na prisni që ne të marrmi nga drita juaj. Na pritni se besimtarët do hecin kurse ata do ngecen pas. E Allahu azza wa jall tha: "Qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Atyre u thot ktheuni mbrapa. Edhe kërkoni një dritë tjetër. Dhe Allahu azza wa jall pastaj thot: "Feduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fi rahma wa zahiruhu min qiblihi al-adab." Edhe pastaj do të vendoset një mur ku do të ketë një portë, ku e brendshme e saj do të jetë rahmet, kurse e jashtme e saj do të jetë danim. Yunadunhum alam nakum ma'akum. Atëri i thirin banorët ose hipokritët, ju thënë besimtarë, po ne a kemi qenë me juve? Bashk? Po, kanë qenë bashk, normalisht me besimtarët janë përzinë një. Për shkak se s'ka pas mundësi që njeriu t'i dalloje, hipokrizia është në zemrat e tyre. Ata kanë shfaqur Islamin, kanë jetuar si musliman, rrethën e muslimanëve, por realisht nuk kanë qenë tillë. E i thonë besimtarëve, po mirë, ne a kemi qenë me juve? I thonë besimtarë, po, ju keni qenë me neve. Mirë po, thot walakin nakum fatantum anfusakum. Mirë po, problemi është se ju e quat veten në tundim. Po ashtu ve tarabastum, pritet edhe dyshuat, edhe ju mashtruan shpresat, edhe ju mashtroi shejtani për Allah. Këto ishin faktorët që ju u bët hipokrit edhe sot nuk ka mundësi që të bëni nga drita e jonë. Fel yawma la yu'khadhu minkum fidyatun. Thot prej Allahu zot tha sot
prej juve nuk merret asnjë lloj shpërblese. E as për atyre që nuk kanë besu, ma'wakumun nar, hiya maulakum wa bi'sal masir. Zjarmi i xhenemit do të jetë vendbanimi i tyre, sa vendbanimi i keq që është ai. Ajo që e përmendin hipokritët, se ne kemi qenë për juve, ose kemi qenë me juve, kjo ka dhënë se sa është kënaqësi që njeriu të ecë me një shok i cili është i mirë. Edhe që sikur sa edhe ta ndjekë rrugën e tij, për shkak se realisht ata e kanë ditë çka është e mira, por nuk kanë pas interes për mendje. Ata kanë pas interes thjesht do thotë që ta shfaqin Islamin për interesat e tyre dunjos, edhe ta fshehin kufrin e tyre në brendësi. Abdullah ibn Mesudi thoshte për këtë ajet që besimtarët do të kenë dritë, do të shkëlqejë drita përpara dhe në anën e gjatë e tyre, tha që drita e tyre që do ta kenë disave do që jepet sa mali. E ati më pak që është do të jepet sa gishti i madh i dorës. Ky person e ka aq dritën. Hecën me ta edhe me ta vetëm se aq sa shef aq do të hece. Ashtu, her kapet, her bie, her rrashet këmba e tij, her mbat, po sidoqoftë ka pak një lloj drite ku do të ketë mundësi që të lëvizë me lenë e Allahut azza wa jall. E s'ka dyshim që shpejtësia edhe drita janë të lidhura njëra me tjetrën. Lidhja është proporcionale. Sa më shumë që shtohet shpejtësia, aq më shumë shtohet drita. Sa më shumë shtohet drita, aq më shumë do shtohet edhe shpejtësia. Kur ke dritë, hec më shpejt. Kur ke shpejtësi, s'ka dyshim që edhe ka më shumë dritë. Se s'ka mundësi njëri me shpejt pa mos pas dritë. Sikur se njëjtë kur ke makinë, vetur, edhe e nis rrugës dikundi. Edhe makina jote dritat nuk i punojnë mirë. Për 100 kilometra duhet me ecën ty gjysmë një orë. Ti ecën 2 orë. Pse? Për shkak se dritat e tua nuk punojnë mirë. Edhe frigohesh edhe duhesh me ecë më ka dalë. Kurse ai i cili ka dritat mirë ose dritat i ka të forta, nuk e ka problem për me arrit për një orë, ndoshta edhe për më shpejt. E andaj sa më shumë që njeriu ka vepra, aq më shumë i shtohet edhe drita e tij, po do shtohet edhe shpejtësia e tij me lenë e Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që do kalojnë urën e Siratit, pasi që e përshkoi urën e Siratit. Tha pejgamberi Allahut kalojnë sipas veprave të tyre. Ashtu siç kanë punuar, ashtu do kalojnë. Dhe tha derisa do vije personi i cili ka dritë, mirë po drita e tij do jetë sa gishti i madh i dorës, sa gishti i madh fakti i kamës. Ky person do hece, derisa tha pejgamberi sa do të rrëshqase njëra dorë ndërsa me tjetrën mbat. Do të rrëshqase këmba tjetër, këmba njëra, kurse me këmbën tjetër do mbat, derisa edhe atë pastaj do ta prekin zjarmi i xhenemit anësh. Ky person kështon ashtu, mirë po megjithatë në fund kalon. Megjithatë në fund shpëton, sepse drit pak, edhe pse është pak, po megjithatë do t'i ndihmojë që të kalojë me lenë e Allahut azza wa jall. Cilat janë veprat që i ndihmojnë besimtarit që sa më lehtë që ta kaloj urën e Siratit dhe realisht i bëhet dritë në atë errësirë që secili kishte shpresu, me pas sa do pak dritë, edhe nëse është ajo dritë e vogël sa gishti i madh i kamës. Për veprave të para është për kujdesja për 5 kohrat e namazit, në përgjithësi në veçanti për namazin e sabot. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sa ka thonë: "Men hafidha alejha", kur është përmend namazi, ka thonë kush për kujdeset për namazin, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatin yawm al-qiyamah. Do jetë dritë, do jetë dëshmi, do jetë shpëtim ditën e kiametit. Wa man lam yuhafidh alejha lam yakun lahu nur wala burhan wala najat. Ai cili nuk përkujdeset për namazin, as nuk është dritë, as nuk ka dëshmi, e as nuk ka shpëtim për të. Wa kana yawm al-qiyamati ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Dhe tha pejgamberi sa ditën e kiametit do jetë me Hamanin, me Karunin, me Firaunin dhe Ubej ibn Khalaf. Karuni ka qenë pasanik, pasuria e tij e largoi prej namazit. Firauni ka qenë mbret, mbretëria e tij e shkatroi, derisa realisht mendonte që është Zot dhe pretendonte që është Zot. Ubej ibn Khalaf ka qenë tregtar. Tregtia e tij, biznesi i tij e bëri që të largohet prej kujt? E bëri që të largohet prej namazit. Njëjtë ka qenë edhe Hamani, i cili ka pas pushtet, ka pas pozitë. Gjitha kanë qenë këto sebeb që këta persona të largohen prej namazit. Pejgamberi sa me një ditë tha: "E tahuru shatrul iman", pastërtia është gjysma e imanit. Walhamdulillahi tamla al-mizan.
Fjala alhamdulillah i mbush peshorët. Wa subhanallah, walhamdulillah tamla'an, au tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Fjala subhanallah dhe alhamdulillah, ato dyja i mbushin peshorët sa mes tokës edhe mes qiejve. Was salatu nur, namazi është dritë. Was sadaqatu burhan, sadakaja është dëshmi. Was sabru diya, sabri ka thonë shkëlqim. Wal Kur'anu hujjatan laka wa alik. Kurani është argument për ty ose kundër teje. Përmesa se me përshkoj se namazi është nur, është dritë ditën e kiametit. E do thotë që ky person i cili ka dritë ditën e kiametit, ajo dritë do i bëhet dritë që ta kaloj urën e siratit sa më lehtë. Për sa i përket namazit sabot, në veçanti, personi i cili e fal namazin e sabot, po edhe sipas disa dietarëve namazin e yatsis, edhe ky person do të ketë dritë të plot ditën e kiametit. Dritë të plot ditën e kiametit do thotë që atij do i bëhet dritë, do i lehtësohet në çdo stacion, e në veçanti urën e siratit. Kur ka errësirë edhe i duhet drita dhe s'ka mundësi që ta kaloj askush pa dritë, se s'ka, nuk e shef, ai nuk është një unë e madhe që është 2 me 2 edhe kalon si dush ti, jo. Është më e hollë se sa qimja, më e mpret se sa teu i shpatës. Errësirë plot, nuk shifet asgjë. Prandaj Pejgamberi sa më tha përgëzoj ata që hecin në për errësirë, edhe shkojnë xhami me dritë të plot ditën e kiametit. Përgëzoj ata që hecin edhe shkojnë xhami kur ka errësirë, e errësira sipas ulemave është jo vetëm se namazi i sabot, po është poshtu edhe namazi i yatsis. Vepra e dytë është për kujdesja për namazin e xhumos. Etika, rregullat e xhumos dhe po ashtu shpresa në shpërblimin e Allahut kur thirret e zoni. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah Zogjel ditën e kiametit do i ringjallë ditët në formën e vet. Përveç ditës së xhumos. Dita e xhumos do jetë ndryshe. Dita e xhumos do personifikohet, do paraqitet, do shfaqet krejtësisht ndryshe. Dita e xhumos do jetë si dritë vezulluese e cila bën dritë edhe shkëlqen për ata të cilat e kanë respektuar këtë ditë. Respektimi i kësaj dite nuk kupton personi është pastru, është vesh, parfumos, ka hec, me edep, me edukat ka arë në xhami, është ul, ka bo dhikër, ka lexu Kur'an, deri sa ka ardhur imami edhe ka hip minber. E ka dëgju imamin, pasi që është përfundu është nis. Këta persona e kanë kësh problem. Dita e xhumos do ju bëjë dritë, do ju jope dritë. Dhe tha pejgamberi sa ata do i shkojnë pas, sikur se nusja që i shkon me shpejtësi burrit saj. Ditën e dhëndris ose ditën do thotë kur të martohen. Kjo ditë ose dita e xhumos do i bëjë dritë. Dhe po ashtu ata do ecin me dritën e kësaj dite me lejen e Allahut. Ngjyra atyre do jetë e bardhë, sikur se ngjyra e borës. Era atyre, aroma atyre do shpërndahet sikur se misku. Do ecin në për male me kefur. Do thot kefur, do ecin në për malet me kefur. Kefur është një bimë e cila ka erë të mirë. Dhe njerëzit edhe gjint do marrin lakmi, do çuditen me ata se kush janë këta. Derisa ty në xhenet dhe nuk ka askush tjetër me ta në xhenet, përveç se ai i cili ka thirrë zonin dhe ka shpresuar shpërblimin e Allahut. Ky do jetë bashkë me ta. Qetërkush askush nuk i me ta, këta e kanë këtë shpërblim. E këta persona janë ata që e kanë respektuar ditën e xhumos. Edhe kanë vlerësu dhe e kanë respektuar rregullat e ditës së xhumos. Vepra e tretë është dhënia e zakatit. Pejgamberi sa tha, "Was sadaqatu burhan." Sadakaja është termi i përgjithshëm. Normalisht që sadakaja është dy lloj. Ka sadaka e cila është vullnetare dhe e cila është obligative. Obligative është zakati. Kurse ajo vullnetare është e vullnetare që gjithë e dim, do thotë edhe japin. Pejgamberi sa tha, sadakaja është dëshmi. Çka dëshmon? E dëshmon sinqeritetin e imanit që e ka njeriu në zemrën e tij. Sepse nuk e jep askush zakatin nëse nuk ka iman. Ti thuj diku jep zakatin është problem. Na kemi problem me ata që janë besimtar, fetar, për shkak se zemra e tyre u shtrëngohet kur është pyetje zakati dhe nuk e japin. E kur e jep njeriu këtë tregon do thotë që ai beson edhe ka bindje të plot
që e ka obligim për me dhonë se realisht është haku i fukaras. Edhe me atë, Allahu ja kompenzon atij shumë fish. E dëshmon, si që kanë përmendë ulemat, e kanë pru një ngjasim shumë interesant. Kanë thonë çka do thotë dëshmi, si që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thonë që është sikur se rrezja e dritës që vjen me njëherë pas ftyrës disku të diellit. E keni parasysh ftyrën e diellit, diskun e diellit. Pastaj si vijnë rrezet. Ajo dritë që vjen, kështu i përngjason. E do të thotë që sadakaja është nur, është dritë e cila do i bëhet dritë ditën e Kiametit, po edhe në dunjë atij që e ka dhënë. Vepër tjetër është sabri. Durimi, pejgamberi sa më tha, "Wa sabru dhiya." Durimi është shkëlqim. Ulemat thanë si ka mundësi për me qenë durimi shkëlqim. Një ndër ata është Ibn Rejepi rahimullah, i cili ka komentuar këto fjalë se këtë hadith. Tha është dritë e fortë. Dritë e fortë që shoqërohet me nxehtësi dhe gjegje. Dritë e fortë, normalisht e keni parasysh kur është dritë, ka mundësi me qenë thjesht vetëm se dritë që ban dritë. Po kur është dritë e fortë, me nxemje dhe edhe me gjegje, atëherë dallon. E kjo është shkëlqim. Shkëlqimi i diellit edhe i hënës dallojnë. Drita e diellit edhe hënës dallojnë. Se drita e diellit edhe shkëlqen, jep dritë, po jep edhe nxehtësi edhe gjegje. Ndryshe, dritës hënës e cila vetëm se jep dritë, mirë po do thot nuk jep gjegje apo nuk jep nxehtësi. Prandaj tha Allahu Azza wa Jall, "Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'an wal-qamara nura." Allahu tha që e krijoi diellin i cili ban dritë dhe po ashtu hënën. Realisht dielli shkëlqen, kurse hënën tha hëna ban dritë. Po ashtu. Leximi i suratul Kaf ditën e xumos. Pejgamberi sa tha kush e lexon suratul Kaf ditën e xumos, do të ndriçohet me dritë midis dy xumave. Sipas një transmetimi tjetër pejgamberi sa tha kush e lexon suratul Kaf ditën e xumos, ajo do jetë ditën e Kiametit dritë prej vendit ku qëndron ai e deri në qabe. Vepër tjetër, pejgamberi sa që e përmendi hadithin, është vazhdimësia e leximit të Kur'anit në veçanti suratul Baqara dhe Ali Imran. Pejgamberi sa tha, lexoni tha Kur'anin, qëllimi është në vazhdimësi, sepse Kur'ani do jetë dëshmitar, do vije si ndërmjetësues ditën e Kiametit. Tha lexoni dy dritat suratul Baqara dhe Ali Imran, sepse ato dy ditën e Kiametit do vinë sikur se dy re, apo dy vranësira, apo sikur se dy grumbuj me zoq të renditur, ato dy sure do i mbrojnë ata që i kanë lexuar këto dy sure. Lexoni tha vazhdimësi suratul Baqara, sepse leximi i saj është bereqet, braktisja e saj është humbje, dhe atë nuk mund të arrijë ose të arrijnë të kotët. Ata që merren me kocira, që merren me gjëra të cilat janë pavlera, edhe nuk janë dembel, janë përtac, pritojnë për me lexu Kur'an, s'ka mundësi për me lexu. E do thot lexonë në vazhdimësi, kush e lexon me lenin Allahut, edhe do jetë dritë për të, po normalisht edhe do mbrot, edhe do shpëtoj, po edhe do ketë bereqet me lenin e Allahut Azza wa Jall. Imam el-Munabi thot pse këto dy sure kanë thonë, ose pse këto dy sure janë realisht shpëtim ose janë dritë, kanë thonë për shkak se përmbon shumë dispozitat të cilat janë nur, dritë, po ashtu ka edhe emrat të Allahut shumë që i dallon këto dy sure, dhe po ashtu tha që lexuesi i cili lexon do e marrë nurin që e ka përmend pejgamberi sa ditën e Kiametit. Ashtu si thënë në fillim, do thot lexoni këto dy drita, e kush e lexon suratul Baqara dhe Ali Imran, me lenin Allah shpresohet që ato do i bëjnë ditën e Kiametit. Po ashtu, për veprave tjera është mësimi ose nxënja përmendshë librit të Allahut dhe mësimi i tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kush e lexon Kur'anin, e mëson atë dhe punon me të, tha Allahu prindërve të tij do që vendojen një kunor e cila do jetë nga drita, dhe po ashtu do i veshë rroba ose do i veshë me rroba, me dy palë rroba, të cilat në dunjon nuk ka të tilla. Edhe kur të vishen, ata do thonë, prej kuj kemi këto? Atyre do thuhet shkaku i fëmijës tanë që e ka mësu librin e Allahut Azza wa Jall. E kush do mi respektu prind, le ta mësoj librin e Allahut Azza wa Jall.
Ai i cili e mëson, vetëm se i respekton. Po çka thuhet për atë i cili e mëson librin e Allahut vet. Për veprave të tjera është drejtësia edhe braktisja e zullumit. Pamesa se më tha, keni frikë runu nga zullumi, sepse zullumi realisht është errësirë ditën e Kiametit. Keni frikë nga lakmia e cila ju çon kooperaci, sepse ata që ishin tillë vetëm se u shkatruan para jush, i bartë ajo që ta derdhin gjakun dhe t'i bëjnë halal haramet. Thonë ulemot, kjo është e qartë, se pasi që zullumi që ka errësirë, personi i cili bën zullum, ditën e Kiametit do e ketë rënd të kaloj urën e siratit. Sepse errësira do i shtohet adite e në veçanti kur ta kaloj urën e siratit. E kundërta e saj e drejtësia është dritë, është nur. Prandaj Allah Azza wa Jalla nxiti që besimtari këtë i drejtë. Allahu tha ya alladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhada bil qist, o ju besimtar, bëuni qëndrueshëm në urdhat e Allahut. Dhe po ashtu bëuni dëshmues me drejtësi, wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bëhuni drejt me njerëzit edhe mos ju nxjise urrëqja që e keni ndaj dikujt që të bëheni pa drejt. Sepse kjo është më afër devotshmërisë, do të thotë drejtësia është më afër devotshmërisë. Keni frikë Allahun, sepse me të vërtetë Allahu e di shumë mirë se ju çfarë prani. Po ashtu prej veprave të tjera është gjuhëja e guralecave në xhamarat për ata që shkojnë në hax. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, kush i gjuan guralecat, ati do t'i bëhen dritë ditën e Kiametit. Po ashtu vepër tjetër është ruajtja e kokës në hax. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, kush e ruan kokën e tij, do thotë i ruan flokët në hax, për çdo çime që i bie nga flokët e tij, ajo do jetë nur ditën e Kiametit. Për çdo çime e cila i bie në tokë, do jetë nur ditën e Kiametit. Dhe kush e kryen tavafin e fundit, që nuk kupton, unë me sa pa e kuptoj, tavafin e lamtumirës, atëherë do thotë ai largohet ose pastron nga gjunohu dhe bëhet sikur se atë ditë kur e ka lind nana e tij. Me atë ditë tjetër Ubad ibn Samit që transmeton thotë, nëse e ruan kokën, do thotë i ruan flokët e tua, nuk ka çime prej çimeve tua që bien tokë, vetëm se ato për ty do të nur ditën e Kiametit. Po ashtu kërkimi i dijes, një prej veprave që i ban dritë besimtarit ditën e Kiametit që ta kalojë sa më shpejt urën e siratit. Pejgamberi sa më tha, nuk ka njeri i cili e merr rrugën për me kërku dije, vetëm se Allah subhanahu ja leçon atij rrugën për në xhenet. Dhe ai i cili e vonon punën e tij nuk i ndihmon për ardha fisi i tij. Kjo lidhshmëri që e bëri pejgamberi sa tregon qartë, do thotë se personi i cili ka dije, ashmari ka marrë sebepët edhe është mundu që të arrije që të ketë dituri, e kjo dituri do jetë dëshmi për ta. Krahas atij i cili e ngadalson, nuk merret me asgjë, demel për cac, nuk punon. Ai mendon se do t'i ndihmojë për ardhe familja sigurisht në dunjë, po në ahiret nuk ka mundësi, përveç se vepra e tij. E dija është nur, edhe në dunjë në ahiret. E kjo është një prej sebepeve që do t'ja leçojë atij që sa më shpejt ta kalojë dhe po ashtu çohet këtë dritë ditën e Kiametit. Pejgamberi më ia di çetër tha, men seleke tarikan yeltamisu fi ilmin sahala Allahu lahu bihi tarikan ila al-janna. Kush e merr rrugën për kërkimin e dijes, Allahu do t'ja leçojë me ta rrugën për në xhenet. E thotë Ibn Rexhepi, ndoshta është edhe qëllimi se kjo rrugë që leçohet për në xhenet, jo vetëm se në dunjë, po kjo do të jetë edhe ditën e Kiametit na për gjithë stacionet, dhe kjo në veçanti do të jetë mbi urën e siratit, kur do të jetë atë ditë edhe më e vështirë. Po ashtu, prej veprave tjera është dashuria për Allahun azza wa jall. Dashuria e cila është e sinqertë, pas një lidhje farefisnie, akraballoku apo interesi. Pejgamberi sa kur i përmendi disa persona që duhen për Allahun, tha ata nuk janë as dëshmor, as nuk janë pejgamber. Po atyre u monin lakmi edhe pejgambert edhe dëshmort. U monin lakmi sepse janë shumë afër Allahut dhe pozita e tyre shumë afër Allahut. Dhe u çuditën njerëzit, mesin e tyre ishte një beduin. Dhe shkoi dhe e pyeti pejgamberin kush janë ata. Pejgamberi sa më sqaroi atij, i kallzoi atij se këta janë ata persona të cilët realisht janë prej fisëve, prej popullit, prej njerëzve të ndryshëm që nuk kanë asnjë lidhje farefisnie, as nuk kanë biznes, kurrë nuk kanë mes veti. Po ajo që i bashkon është dashuria për Allahun. Duhen për Allahun. Dashuria është e sinqertë dhe tha që ditën e Kiametit Allahu i sjellin disa minbera.
E ata do të ulen ato mimbera prej drite, dhe tha pejgamberi sa se fytyrët e tyre do jenë dritë, rrobat e tyre do kenë dritë, a ditë njerëzit frikson kurse ata nuk trishtohen. Ata janë prej evlijave të Allahut. Evlijave të Allahut që s'kan nevojë, ose nuk kanë pse ata që të kenë trishtim, edhe pse të kenë do të shqetësim edhe frikë. Po ashtu prej veprave tjera që besimtarit ja leçon dhe ja ndriçon rrugën mbi urrën ose kalimin mbi urrën e siratit është kryerja e nevojave të njerëzve dhe po ashtu do thot largimi i hallave të tyre. Pejgamberi sa tha muslimani, vëllai muslimani, nuk i bën padrejti, as nuk e dorëzon. Do thot nuk e dorëzon, nuk e lëndon, nuk e poshtron, nuk e përbuzë dhe nuk e nënshmon. Edhe kush është në ndihmën e vllaut të tij, Allahu do të jetë në ndihmën e tij. Kush ja leçon muslimanit një hall, Allahu do t'ja leçojë një hall prej hallave ditës së Kiametit. Kush e mbulon muslimanin, Allahu do t'ja mbulojë atij ditën e Kiametit. Po ashtu thot pejgamberi sa. Kush ja leçon një besimtari një hall prej hallave të dunjos, Allahu do t'ja leçojë atij hallet nga hallet e Kiametit. Kush ja leçon atij që është vështirësi, Allahu do t'ja leçojë në dunjë dhe në ahiret. Kush e mbulon muslimanin, Allahu do t'ja mbulojë. Kush e mbulon muslimanin në dunjë, Allahu do ta mbulojë atë dunjë dhe në ahiret. Allahu është në ndihmën në përkrahjen e robit të tij, përderisa robi është në ndihmën edhe përkrahjen e vëllait të tij. Po ashtu prej veprave të tjera është mos shkulja e çimeve të bardha. Normalisht se çimet e bardha aludojnë do thotë se personi më vetëm se ka filluar që të shkojë ka mosha e pleqërisë ose do thotë ka pleqëria. Urrehet që besimtari të shkulë ato çime, për shkak se realisht ato çime nëse ai është thinj në Islam do jenë dritë për të ditën e Kiametit. Pejgamberi sa tha kush thinjet në Islam për të do jenë dritë ditën e Kiametit. E i thanë ja Rasulullah. Tha ka prej neve që i largojnë, i hekin, i nukin ato. Tha pejgamberi sa tha nëse duan ata lidhësh le të veprojnë, do thotë nëse u merr mendja se është më e mira le ta veprojnë, po kjo nuk është më e mira për ta. Më e mira është që mos i prekin ato. Ai i cili thinjet në Islam ditën e Kiametit i ka 4 privilegje. Privilegji i parë është se do jenë dritë mbi urrën e siratit. Privilegji i dytë, për çdo çime ka një shpërblim. I treti, për çdo çime i fshihet një gjuna. Dhe për çdo çime që e ka të bardh, ai ose atij do t'i ngritet një gradë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha mos i shkulni tha çimet e bardha, sepse ata janë nur ditën e Kiametit. Dhe kush thinjet në Islam, atij për çdo çime do i shkruhet një mirë, do i fshihet një gjuna dhe do i rritet një gradë me lenë e Allahut azza wa jall. Abdulaziz ibn Rewadi tha një njeriu, kush nuk ka marrë mësim nga 3 gjëra, kur nuk ka më marrë mësim. Prej Islamit, prej Kuranit, edhe prej thinjeve. Këto 3 janë do thotë që japin mësim. Kush nuk ka marrë prej tyre, nuk ka marrë prej askujt do thotë mësim. Po ashtu prej veprave të tjera dhe me këtë po e përfundoj është e fundit, është duaja, luçja e Allahut që Allahu t'i japë atij nur. Abdullah ibn Abbas i thoshte se isha duke bujtë me munja të tezja vetë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi Allahut azza wa jalla ngrit notën. E mori misfakun, i pastori dhëmtë e tij me misfak, pastaj mori abdesi dhe lexoi ajetet inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fakina adhaban nar. I lexon të ajetet ku në ndryshimin e natës ose në krijimin e tokës edhe qiellit dhe ndryshimin e natës edhe ditës ka argumente për ata që mendojnë. Ata që e përmendin Allahun në këmbë, ulur edhe shtrir edhe pastaj thonë o Zot, ti nuk e kriju gjithë këtë për kot. Ka një sebeb, ka një urtësi. Pastaj pejgamberi sa u çu, i fali 2 rekate. Pastaj sërish u kthi. Edhe ra për me flet derisa thot Ibn Abbasi, pejgamberi sa filloi për me gërhit. Pastaj u çu, e mori misfakun, i pastroi dhëmbët, mori abdest, i lexoi ajetit, sërish i fali 2 rekate. Kështu veproi 3 herë. Pasi që i fali kështu 6 rekate, pastaj e përfundoi me vitër me 3 rekate. Edhe kur thiri ezani i sabot, u nis edhe rrugës thoshte. Kjo është lutje që preferohet besimtari për me thonë kur niset për në xhami. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'ti nura. O Zot, mjep
dritë në zemër, më jep dritë në gjuhë, më jep dritë në dëgjim, më jep dritë në shikim, më jep dritë pas meje, më jep dritë para meje, më jep dritë mbi mua, më jep dritë nën mua, o Zot, më jep dritë. Këtë lutje pejgamberi sallallahu e thoshte kur nisej për xhami, sipas një transmetimi e thoshte në sejdë. Andaj për besimtarin nuk është e vështirë që të kërkojë që Allah Zotë t'i japë dritë, që ta përfshijë çdo gjymtyr të gjymtyrave të tij, me qëllim që të jetoje me dritë në dunjë dhe poshtë në ahiret me dritë. E ditën e Kiametit, kur besimtarët do i shohin hipokritët që do binë, do kërkojnë prej Allahut që Allahu t'u plotësojë atë nurin, siç e përmend Allahu Zotë: "Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O besimtar, pendoni te Allahu me pendim sinqert. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum. Allahu, nëse ju kërkoni pendim ose pendojeni sinqerisht, Allahu juve do t'ja falë gjunat. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allahu do t'ju fusë në xhennete ku poshtë tyre do të rredhin lumen. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladhina amanu. Besimtarët ose Allahu atë ditë nuk e poshtron pejgamberin e tij dhe ata që i kanë besu Allahut së bashku me pejgamberin e tij. Do thotë Allahu nuk e poshtron ditë. As pejgamberin e as besimtarët që do të qenë me ta. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'imanihim. A ditë drita e tyre do të shkëlqeje para dhe në të gjatën e tyre. Yekuluna rabbana atmim lana nurana. O Zot, na plotso dritën tonë, waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Dhe na fal sepse o Zot ti me të vërtetë je i plotfuqishëm, thot Ibn Kathiri që edhe Mujahidi, edhe Dahaku, edhe Hasan al-Basri kanë thonë që këto fjalë i thonë besimtar ditën e Kiametit kur i shohin hipokrit, munafikt se drita e tyre është fik, edhe kanë ra poshtë në xhenem. Nga friga se edhe ata do të binë, kërkojnë që Allahu t'u ashtojë dritën. E s'ka dyshim që Allahu pejgamberin e tij dhe besimtar që kanë qenë me ta, Allahu nuk i përbuz, nuk i nënshmon atë. E lutem Allahun që ta bën prej tyre, dhe lutem Allahun që ta mëshiron nga gjunat të na pastron, dhe lutem Allahun që ta mësojë që kalimi mbi urën e siratit që të lehtë dhe po ashtu edhe drita jon që dritë e madhe, më e madhe se sa molet, që shihet udha qartë me qëllim që sa më lehtë kalohet me shpejtësi sa më të madhe dhe mos përjetohet diçka nga zjarri me xhenemin. Wa qul qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.